Kalojmë tek një çështje e kohëve të fundit. Domethënë, pak a shumë çështja e protestave në Shqipëri, Arbani dhe Erioli ishin organizatorët një proteste këtu në Michigan. A janë këto protesta kundër Amerikës, kundër presidentit Trump, apo janë protesta që nuk, pavarësisht se media europiane e kraut majti trajton si anti-Trump, po janë më tepër me qeverinë shqiptare me mënyrën si trajton problemet tilla si prona apo gjërat e tjera, sepse mund të krijohet impresioni sikur shqiptarët tashmë janë më pro-amerikan, gjë që s'është e vërtet, po dua impresionin tuaj. Urdhë. Absolutisht jo. Shqiptarët janë ngritur në protesta në Tiranë dhe gjithë diasporën, edhe këtu në Michigan, kundra klasës vjetër politike, kundra padrejtësive të akumuluara për 36 vjetë. Thjesht investitori qëllon, një nga investitorët qëllon që t'jetë antar i familjes Trump, dhe ky fakt po përdoret, keq përdoret nga the left-wing media, nga media e kraut majt, për të sumuar familjen Trump, për pikë politike, for political points. So, media e majt po bën, si thuash, një disinformim, ose një punch under the belt, si thënë këtu, një grush nën mes, duke e keq reflektuar atë protestë. Shqiptarët që dalin me mira dhe mbushin sheshin Tiranës dhe kudo, nuk janë duke vërtit kundra Trumpit. Absolutisht, atë janë pro-Trumpit, ne jemi pro-investments, ne duam që të kemi biznes amerikanë të shkojnë të investojnë, aq më mirë dhe familja Trump të investojë, sepse është brand internacional. Familja Trump mund blej ishull kudo në botë, mund blej ishull kudo në mesdhe or somewhere else. So nuk është keq për që të blej një ishull atje. Thjesht politika atje kërkon ta uzi këtë për mbrojtje ndaj problemeve ligjore që mund të kenë më vonë, por protestat në Shqipëri dhe edhe tani po bëhet shumë kujdes që në raundin e dytë protestave kudo në diasporë të sigurohen që mos ketë thirrje ose ndonjë që mund thrasë, që mund futet dikush aty dhe mund thrasë ose të keq përdoret. Kjo protestë është protestë qytetare, jo partijake, jo politike, kundra klasës vjetër. Duhet një klasë e re në Shqipëri dhe as pak kundra familjes Trump. Eri? Protestës thjesht fare brenda Shqipërisë. Njerëzit i ka hyrë në mlefje aq shumë sa që mjaft ka arrit deri aty ku s'mba më kupa, se thënë. Aty thjesht njerëzit kërkojnë, nuk duam të shikojmë as Edi Ramën, as Ali Berishën. Edi Rama, Sali Berisha, ato nuk e kanë me individin, e kanë me frymën berishane, frymën rejlindëse. Njerëzit i ka ardhur deri aty ku s'mban më, jetojnë 42% e popullsisë janë gati në mjerim, që është shmenduri, nuk jemi vend i varfër, jemi vend i vjetër. Nuk ka të bëj fare asgjë jashtë Shqipërisë. Kjo lëvizje ka të bëj edhe do të jetë fokusuar vetëm brenda Shqipërisë, edhe fokusi ky është e vërtet. Njerëzit janë të lodhur, janë të mërzitur, duan një frymë të re, duan zgjedhje të reja, duan të ecin përpara. Nuk ka të bëj besoj fare se kush është mund të ishte kudo. Tashi Trumpi makes news sepse është individi i atill që gjithmonë do make news. Po sa anën politike mund të përdoret në çdo skaj ndryshe. Lëvizja në Shqipëri dhe protesta në Shqipëri dhe neve të gjithë këtu duhet të jemi të fokusuar që kjo është kundër një sistemi të kalbur që i ka vjedhur njerëzit edhe pikë. Mi kënë vështrim ndoshta ndryshe, se që të sqaroj fillimisht, unë edhe kur ka qenë Shqipëria komuniste, nga katuni fshati jem, ka muj pak nga kodra mu pa Shqipënia ashtu si është më është duk me bukur i vetë në botë. Prandaj duhet të sqaroj se protesta po, klasa politike po, duhet të përmirësohet. Nuk ka dyshim se nuk besoj se ka mbetë shumë shqiptarë që mendojnë se klasa politike në Shqipëri është ajo që duhet të jetë. Por realisht koha nuk ishte e përshtatshme. As vendi i fillimit të këtij proteste nuk ishte i përshtatshëm. Sepse nuk
ka shumë të baj me kush investon. Ka të baj që Shqipëria duhet të tregohet e qëndrueshme për pranimin e investimeve të huaja. A ka probleme me tokën? Besoj se nuk ka kush që thot nuk ka. Ka probleme të mëdha edhe me korrupsionin politik? Ka. Ka sa nuk ban më pas. Por koha nuk ishte e përshtatshme. Më pëlqen protesta që bëhet në Tiranë, sepse ka qenë e qetë, ka qenë masovike, ka qenë e pastër për shumicën e kohëve. Edhe ajo duhet të paraqesni fare rezultatit. Por duhem të jem qartë derisa të kemi pak rezultat. Diçka që tregon një plan politik për ndrimin, sepse ne shqiptarët në përgjithësi jemi shumë të mirë me thënë kjo s'na pëlqen, edhe kjo s'na pëlqen, edhe kjo s'na pëlqen. Po ne nga një bërthamë re duhet të dalë diçka që mund të prezantohet para votuesit, sepse nëse qeveria shpërbehet nesër, kemi 45 ditë me dalin zgjedhje të reja. Kush tash i Berisha dhe Rama do zgjedhen prap. Prandaj unë shpresoj që protestat do të jenë të qeta, do të jenë më shumë si diskutime që të krijojnë një forcë të re që i duhet Shqipërisë. Një forcë e pastër, por nuk besoj se duhet që Shqipëria asnjë vend të paraqitet si një vend që nuk pranon investimet huaja, që ka rezervime për investimet shumë të mëdha, sepse kemi shumë nevojë për to. Ashtu mendoj unë. Protesta shumë herët për të, protesta shumë herët ndoshta për të arritur këto pikat kryesore politike, biles politika e vjetër këtu e ka atë avantazhin atë që kërkon këtë gjë që ditë navigoj. Njerëzit janë vërtet të lodhur. Pse? Çfarë do të thotë kjo? Për shembull, të jetosh në Tiranë, edhe të jesh një çiftëri, edhe mos kesh dot mundësi të blesh një apartament, një hyrje. Edhe je në një qytet që ke mbi 50.000 apartamente boshe, dhe që të thotë është shmenduri. Jetoj në një vend që është lavatrice e pastrimit parave. Do me thonë, jetoj në një vend që politika e 2008-ës i ka mbyll komplet duart, gjithë dyret popullit, edhe nuk kem të drejti as andaj as tjetër, sepse çdo ligj, çdo veprim bëhet mbas dorë mbyllur. Kjo është edhe diferenca që ne po flisim që pari, kjo ëndra amerikane që ne kemi jetojmë edhe dumë shumë, sepse këtu ne jemi diferenca. Në qoftë se ne për shembull do t'i japim votën zotërisë, do japim votën sepse ai na vjen me një vizion, na vjen me një diçka konkrete dhe ne kemi mundësinë që të navigojmë. Atje kushdo që flet, kushdo që del nga të dy palët është e kot. Njerëzit aty bile sa ajo protesta, shiko, duhet të heqim fjalë të bukura ngaherë. Edhe duhet të flasim pa doreza. Shiko, kjo protest duhet të ecë më përpara, duhet të edhe po u thyj një xham, nuk është në këtë të madhen fare, nuk është asgjë se u thyj një xham i kryeministrisë, është asgjë. Kjo duhet ndrohet, kjo klasë politike duhet ikin, këto njerëz duhet ikin, nëse nuk ikin, nëse nuk ka ndryshime rrënjësore, kjo do vazhdoj. Ne po flasim tani, po del ana politike dhe thot, me ja se do i shikojmë këto ligje, do i ndrojmë një çik shua njerëzit. Jo, njerëzit po thënë, nuk ju duam më. Me fjalë nuk ju duam më, as juve, as të PD-s, as të PS-s. Këtë, prandaj ky popull po del. Po shkojnë gati 1 milion veta që po dalin protest. Edi Rama thot, un kam 800.000 vota, nuk i ul, nuk e jap dorëheqjen. Të njëjtën gjë ka bërë Sali Berisha në 97-ën. Nuk është mirë 97-at kthehet përsëri. Sepse në 97-at që ishte Sali Berisha nga pushteti, u ngrejt populli edhe u bë rrumoj. Edhe Edi Rama aty po shkon me atë që nuk e jep dorëheqjen, nuk e lëshon pushtetin, po nuk u ngrejt populli më shumë. E keqja e politikës shqiptare është sepse nuk lëvizin duan ta marrin atë kulturën për veten vet, sepse po lëvizën bien shumë poshtë grafiku. Nuk them se protestat nuk duhet të vazhdojë. Besoj që protesta dhe drejta e protestës është elementare. Unë shpresoj se kjo protestë do të ketë rezultate pozitive. Po mendoj unë, duke shikuar gjitha jo vetëm rajonale, po dhe globale, kur ka pas protesta dhe revolucione, duhet qartë, sepse shpesh protestat nga njerëzit që mendojnë mirë, që janë ngopur, merren dhe keq përdoren nga pjesë të ndryshme të politikës, shpallur, publike apo jo.
shpresoj, unë nuk jam aq i njoftuar me protestën në Tiranë, nuk e di se nuk e di se ka dalë në i farë rezultatit kërkesave, shpresoj se po. Kam ndizua, kuptohet se lajmet i lexoj edhe unë, po nuk di fakte specifike. Unë shpresoj se protesta vazhdon, sepse edhe qeveria të përmirësohet, edhe dalin një më mirë, edhe të rrezohet, politika nuk është relevante dhe nuk është e rëndësishme. Por investimet dhe turizmi janë. Ashtu mendoj unë. Ideja ishte, domethënë se e lidhëm me Amerikën, na ka influencuar, ka ndryshuar ndonjë gjë në marrëdhënien Shqipëri-Amerikë me ardhjen e presidentit Trump? Për çdo administrat mund të ndërnojnë një pjesë e vogël, po tash para se me ardhe i shikova marrëdhëniet dhe investimi i shtetit amerikan në cyber security vazhdon, në bujqësi vazhdon, në marrëdhënie ushtarake vazhdon deri në 2030 në spakut tani, nuk ka kur një ndryshim faktik që kam gjetur, domethënë nuk shoh se duhet vazhdoj dhe zgjedhje. Mund të mendoni gjithse cili për ju që të ketë Shqipëria ndonjëherë ndonjë orientim jo pro-amerikan, si në kohën e komunizmit që bë pro-sovjetik. A ka e imagjinon kush një situatë të tillë? Jemi vendantari i NATO-s, ne kemi kaluar është për mendimin tim është shikosh mbrapa, të kthesh mbrapa shumë është diçka që s'do ndodhi kurrë. Edhe është i vetmi shtet i Ballkanit Perëndimor ku Rusia nuk ka asnjë influencë. Është vendi në Ballkanin Perëndimor ku Kina ka më pakut influencë. Domethënë gjitha shtetet rreth kanë influencë edhe ruse edhe kineze të bollshme, pothuaj të fortë, kurse Shqipëria është i vetmi shtet që ka influenca perëndimore në përgjithësi. Tash nuk po flas për politikanët, se ata mund të kenë influenca nga kudo, po shteti si shtet, ekonomia si ekonomi. Erdhi pyetja e fundit, përgjigja është thjesht me një fjali. Gjithse cili për ju do thot një fjali, nëse do duhet të përmbledhni me një fjali arsyeën pse shqiptarët janë ndër popujt më pro-amerikan në Evropë, cila është arsyeja? Po fillojmë me që emri është me A. Sepse Amerika e ka shpëtuar popullin shqiptar. Po mos kishte qenë Amerika, ne do ishim shujt, ne do ishim bërë copash ndërmjet armiqve që kemi rreth rrotull. Por këtë, si thuash, Amerikanë ka një shprehje, I give you the guns but you do the fight. Unë do t'jap armët për ti bëje luftën. Edhe ne kemi mundësinë që të sjellim pak Amerikë në Shqipëri, që të bëjmë luftën për vendin tonë, plus kemi mundësi edhe që të bashkohemi, të ndihmojmë që shqiptarët të jenë sa më suksesshëm në çdo lloj fushë, si politik, si biznes, dhe të ndihmojmë kandidatë si Renisi në çdo lloj shteti ku kandidojnë. Sa më shumë shqiptarë sukses, aq më mirë është për gjithë shqiptarët tani dhe për brezat tonë. Edhe pavarësisht nga diferencat politike që kemi vetë, për vota për kandidatët shqiptarë, Wilson? Po, Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk janë vetëm aleati ynë më i vëshëm, shpina joni fort që shpesh na ka dalë në mbrojtje kur kemi pas më shumë nevojë, është edhe ideali i shqiptarëve për liri. Besoj që shteti amerikan i mishron gjitha ato dëshirat që ne i kemi në shtetin tonë, lirit që i kemi në xhene, sepse kemi luftuar për to gjatë gjithë historisë. Prandaj kemi një idol të një shteti të ri që u ngrit në themelet të lirisë individuale dhe lirisë pothuaj plot. Prandaj besoj që shkurt Amerika është idol dhe aleati më i vëshëm i gjithë shqiptarëve kudo që janë. Jam i opinionit që si kom duke qenë se shqiptarë jemi shumë ndryshe nga gjithë fqinjët tanë, duke pasur parasysh historinë që kemi pasur, ku i kemi provuar dashur pa dashur, eksperiencat me çdo fqinj edhe me çdo fuqi tjetër rreth për qark mbar Evropën, e duke kaluar deri nga Azia. Edhe tani ke parasysh për te atyre lloj kufive, është më se natyrale, më se normale që të vazhdojmë të jemi të predispozuar si kom drejt Amerikës si aleat. Për sa kohë kemi këtë një farë mënyrë këtë bashkëpunim frytplot edhe këtë situatë
analize politike parimore që na bashkon në mënyrë pothuajse perfekte. Po bëj një pyetje tjetër vijuse për këtë. Me që je në fushat zgjedhore, si i thua zgjedhësve amerikan, cilët janë raportet e Shqipërisë me Amerikën? Do t'ja shpjegosh atij që ti troket ta jap në nivelin më bazë mundshëm, sepse një herë kjo pyetje më vjen në mënyrë më të thjeshtë zakonisht nga shqiptarët tanë që kanë dhënë për qark. Edhe vjen në mënyrë kështu që okay, çfarë mendon amerikanët, për shembull, kur shohin që je shqiptar ose shikojnë dallojnë emrin që mezi e thon mbi emrin atë diçka e tillë. E them gjithmonë i përgjigje që shikoj, ajo është më shumë problem perceptimi që kemi ne si shqiptar, se sa çka kanë amerikanët. Jo më larg se di u takova me kam një mikun tim që e kam njohur gjatë fushatës, që jeton në zonën ku jam duke kandiduar unë. Edhe në moment caktuar po flisim, po pyesë kështu dhe mbasi far kohë ran të që shikoj unë me sa duket dhe nuk e di çfarë pyetje u bë që i dash një përgjigje që las kuptonte atë që unë në fakt nuk kam lindur në Amerikë. Edhe tha, ku ke lindur? Në Shqipëri tash, më kështu tha. Tha. Tani e mora vesh ta pse dua kaq shumë. Nuk më dha shpjegim, po thjesht fakti që ishe shqiptar është diçka pozitive. Në një farë mënyrë ky është efekti që ka ky komuniteti jon, brenda komunitetit gjerë amerikanëve dhe për qark nesh. Edhe mbasi ne jemi me fat sepse jemi në zonën metropolitane të Detroit, kemi shumë shqiptar, po ky është kontributi që kemi, detyrimisht kjo është edhe botkuptimi që kanë amerikanët për neve. Detyrimisht, duke nëse kjo është zanafil, si thua në këtë vend, është diçka temase pozitive, ne do të punojmë që në atë pozitivitet ta çojmë në vazhdimsi. Dhe roli jon si shqiptar, brenda këtij komuniteti, si shqiptar amerikan, është të vazhdojmë përpara me atë botkuptim. Edhe Eri? Ne jemi shumë të vegjël dhe ne duhet të ndjekim Amerikën. Amerika ka 100 vitet e fundit paktën gjithmonë ka qenë aty për Shqipërinë dhe për ne është se vllai i madh edhe kaq. Natyrisht ne bashkohemi me gjithë thënjet tuaja. Ju falemderit për praninë tuaj në studio, për mendimet e vyera nga këndvështrime të ndryshme, për përvojat që nga përvoja e vetë emrit, si që është rasti i Ulsonit, përvoja si fushata zgjedhore e Renisit dhe përvojat tuaja. Ju falemderit për kohën që shpenzuat me ne dhe për opinionet tuaja që i vlejnë të gjithë shqiptarëve, të gjithë shqiptaro-amerikanëve, sepse raporti shqiptarëve me Amerikën është një raport i veçantë, një raport që nuk do thyet edhe shuhet kur në çdo kohë, pasi përvojat janë krijuar me vite, me shekuj, shqiptarët e kanë gjetur tek Amerika vëllain e madh dhe besoj kështu do të jetë gjithmonë. Miru takofshim në emisionet të tjera.